Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu, Zoti i gjithësisë, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që ti na e ke dhuruar. Ti në të vërtetë je i dituri, i gjithdituri dhe i urti. O Allahu, Zoti i gjithësisë, bëje çfarë ne kemi mësuar të dobishme për ne, e na bëj dobi me atë që na ke mësuar, e na shto o Zot diturinë dhe urtësinë. O Allah, o Zoti i gjithësisë, na bëj neve për atyre njerëzve për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë: cili do që vjen në xhamin time për një dije se do ta japi ose për një dije se do ta marri, ai faktikisht është te Zoti në shkallën e atij që është në luftë të shenjtë në xhihad. Allahu xhallal xhelalu lutem të na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj vepra të mira e të na furnizojë sa të jemi gjallë me furnizim të pastër dhe halal. Siç e kemi bërë tradit, ndalim në pyetjet të cilat kanë ardhur tashmë. Thot pyetja e parë, nëse imami falet të ulur, si duhet veprojë xhamati? Imami që falet ulur faktikisht ka dy situata. Situata e parë kur imami e nis namazin ulur. Dhe situata e dytë kur imami ulet mbasi e ka nisur namazin në rregull. Nëse imami e nis namazin e tij ulur, atëherë xhamati duhet falur ulur si imami. E nëse imami e nis namazin në rregull, pra në këmbë, dhe për shkak të sëmundjes nuk mund të çohet më dhe qëndron ulur, xhamati falet në këmbë. Argumenti për këtë, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur thotë se nëse imami falet ulur, falun edhe ju ulur të gjithë. Këtu bëhet fjalë nëse imami e nis ashtu namazin. Po përjashtimin kemi hadithin e Abu Bekrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u fut imam mbasi ishte fut Abu Bekri imam. Pra, futet Abu Bekri imam dhe nis namazin Abu Bekri tamam. Atëherë gjithë xhamati ishte në kom. Del pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga dhoma dhe e shef Abu Bekri. Tërhiqet Abu Bekri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja bën me shenjë që qëndro. Tërhiqet Abu Bekri. Futet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam imam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u fal ul. Abu Bekri fale me namazin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndërsa xhamati fale me namazin e Abu Bekrit. I bjeshin këtë namaz kush të ketë qenë imam? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po mirësi ndodhi kjo që dikush futet imam ndërkohë që tjetri është fut imam, kjo është një përjashtim që ndodh për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Normalisht që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pozicion tjetër, ka vend tjetër tek Zoti i gjithësisë. Ndërsa bën që imami i rregull tjetë për atyre që falen ulur, kjo pastaj është çështje diskutive mes shkollave juridike. Ka për shkolla juridike që thonë jo, nuk bën. Pra nëse imami është gjithmonë për atyre që rrin ulur, pra le të themi me smundje që s'çohet, s'bën me qenë imam. Kan thonë përveç se nëse është pozicionin e udhëheqësit, ose nuk ka tolerancë në ndrimin e tij etj, kështu e sheh institucioni në rastin tonë, apo kështu e sheh udhëheqja, flasim kur bëhet fjalë për hierarkinë islame, atëherë në këtë rast është mesele tjetër. Mirë, por i bie që xhamati të falë gjithmonë ul. Për këtë arsye kanë thonë, nuk është normale kjo gjë. Përshëndetje, thotë, kam kunatën, po vetëm
shërfut sa herë që vjen në familjen tonë. Çfarë mëkati ka kjo kunata ime? Allahu zoft kunatën tate, çudi e madhe që ka kjo kunatë, kështu se në përgjithësi kunatat janë mashallah. Në përgjithësi kunatat janë të mira, nuk bëjnë shamata. Pasa që kjo kunata jote e tillë për të habit. E rëndësishme, boni sabër, duroni se ajo e shkreta vjen 1 orë, 2 orë dhe ikët, nuk është se po rrit me ju gjithmonë. Kështu që edhe ju lajeni, lyjeni edhe përcilleni me të mira. Ka ndodhur një herë në kohën e pejgamberit sa ose ngjarja më poshtme. Bie dera dhe nëna besimtarëve del dhe shef kush është. Thotë pejgamberi Zotit është filani. Thotë pejgamberi sa ose lëre të hyj, po tekstualisht lëre të hyj bi se sharru akhil ashira huwa. Thotë lëre të hyj sa i keq është ai. Ose më i keq i fisit vet, po të përkthehet kështu shqip, lëre të hyj më i keq i fisit vet. Futet në shtëpi, pejgamberi sa se më ndëron, e respekton, e qeras, bën muhabet me të sikur ishte ai për cilin foli ai me Aishën. Mirë po, nënës besimtare nuk shpëton të gjë. Masi doli nga shtëpia pejgamberit sa se i tha pejgamberi Zotit, tha, po i tha. Po a theti kështu për këtë tipin? Tha po. Po tha si ka mundësi që u solle kështu me të? Tha pejgamberi sa se, ja Aisha, inna sharrën nasi indallah, më i keqi i njerëzit e Allahu është ai që sillen njerëzit mirë me të për të ruajtur prej skeqjes tij. Ky është më i keqi në botë. Është ai që njerëzit sillen mirë me të, e lajnë dhe e lyjnë vetëm që të shpëtojnë prej të keqjes së tij, prej sherrit të tij. Kështu që ju përderisa e keni kuptuar që kunata që e ka luftë nxitse dhe thashë të energjie, atëherë kuptojeni se kur të filloja me ato sinjalet e veta të ndezjes së zjarrit, merreni me gallat, qeshni, venin lojë, thua, a kështu, çfarë thotin, Allah na habite. Edhe këtë e thejë gru, e ne për cilëni që të shpifet veremi për 3-4 javë, thiki kunata në heret. Mami më tha pyet hoxhën, a lejohet gjatë natës të hudhen troshat e bukës, sepse i kanë thënë që nuk lejohet. Troshat, këta vëllezërit tonë matan kufirit nga veriu, i thonë thërmiave të bukës, thërimeve të bukës. Thot, a lejohet që të hidhen natën, me bismillah, lejohet çdo gjë natën. Vetëm thuj bismillah edhe stresi në ngrirje. A është mirë me lanë një gotë me ujë kur vdes njeri se thonë e merë etja? Unë mendoj që me i vonë edhe të sa mëlsina aty se mund t'i këtë rashë qeri edhe t'i fusi në i top halë shkreti ose në i bombone. Që janë në prallë këto gjona, manë mos u merrni me këto gjona. A pranohet që t'jap sadakan për fëmijën e palindur? Pra unë jam një nën shtatzën dhe dua që t'jap sadaka për fëmijën tim që Zoti ta arriti sa më të shnetshëm, sa më të mirë. Lejohet, nuk ka asnjë problemi. Lejohet. E kam vajzën time shtatzën dhe ka 5 ditë agjërim pa i plotësuar. Ajo faktikisht për momentin është regjim shtrati dhe merr 3 herë në ditë ilaçe. A mund t'i paguajmë ne për të apo t'i paguaj ajo këto ditë? Jo. Njeriu që nuk agjëron është 2 llojesh. Njëri që ka sëmundje të përhershme dhe shërohet kurrë, për këtë mund të paguhet agjërimi, pra ushqim për të varfrit. Dhe dikush që ka sëmundjen e përkohshme, me të vërtetë është tani smund, por inshallah s'ka për të vazhduar kështu smund, inshallah do të bëhet mirë. Po ndoshta ajo bëhet mirë mas 3-4 vjeç, nuk ka problem. Kur të ketë mundësi. Pse? Sepse Zoti thotë në Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriu te mundësitë. Kjo grua në këtë rast vajza jote nuk ka mundësi për moment ta gjërë, nuk ka problem. Po ja do të vi Ramazanin, nuk ka problem. Le të vi Ramazanin. Po ka ca ditë nuk ka problem. Përderisa është në shkallën
e kategorisë, pra përderisa futet në kategorinë Allahu sa ngarkon njeriu tej mundësive, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Pse nuk mund të jetojmë një lidhje me zemër, por jetojmë një lidhje sa për emër? Kjo është pyetje e bukur. Kjo është pyetje interesante. Pyetje për të bërë një libër për këtë pyetje. Shi sa bukur thot. Pse nuk mund të jetojmë një lidhje me zemër, por jetojmë një lidhje sa për emër? E keni fajin vetë, kush ua ka fajin? Mos boni lidhje për emra, po boni lidhje për zemra. Njeriu kur e krijon një lidhje, e krijon për zemër, për shpirt. Nuk e krijon as për hatër të babës, as për hatër të fisit, as për hatër të gjakut, as për hatër të pares, as për hatër të pushtetit, as për hatër të pozitës. Njeriu kur lidhet për veten e tij. Kështu që kjo duhet të jetë smundje shoqërore, që ka njerëz që lidhen hajt për hatër të tij, pastaj e vazhdojnë lidhjen për hatër dhe nuk e vazhdojnë lidhjen, pra flasim jetën bashkëtorë, se është e ndjeshme. Por unë prap jam i asaj që nëse ka sinqeritet, Zoti i Madh, edhe pse ndoshta ka qenë një lidhje jo fort e ndjerë me zemër, Allahu ka për ta bërë atë një lidhje të suksesshme, nëse ka sinqeritet. Po pse për shembull gjyshrit tanë, stërgjyshrit tanë, prindërit tanë, si kanë bërë lidhjet për shembull? Të gjithë me zemra i kanë bërë lidhjet? Janë lidhë nëpërmjet Instagramit, janë lidhë me Facebook. Si kanë qenë martesat e gjyshërve, etërve, stërgjyshërve tanë? Martesat të suksesshme, të forta, të mira, familje të shëndetshme, familje ku jep e haku gjithë secilit. Ka vazhduar jeta bukur, ka vazhduar jeta shumë mirë, me zemra, fillon këta me zemrat. Unë nuk po them që të martohet dikush me dikë pa pas ndjeshmëri për të, po edhe ky muhabeti i ndjeshmërisë, unë mendoj që egzagerohet nganjëherë. Për këtë arsye po shkojnë moshat në ekstreme. Po shkojnë moshat 27, 28, 29, 30. Mos më thonë më shumë pa u martu, se po kërkojnë zemrën, ka humbë zemra. Inshallah e gjen zemrën, kur shkosh aty 40 sa vjeç, e gjen diku inshallah zemrën në mi cop pallati, në mi rronz pallati. Pra ideja pse nuk mund të jetojmë thot një lidhje me zemrën, por jetojmë një lidhje sa për emër, nuk e ka fajin askush për këtë mesele. Fajin e kanë ata që e bëjnë për emër dhe nuk e bëjnë me zemër apo për zemër etj. Hajde inshallah, Zoti boft mirë. Prap për vjerën muhabeti, thot vjera ime, gjithë thjet mi ka bërë, thot, ka marrë dhe flokët e mia dhe flokët e vllajt tim, se unë qep në shtëpi, pra kam dyqan që i qep në shtëpi, ja kapa në dorë, thot, mi ka spërkatur rrobat e palara në banjë, ka shqep jasticet dhe i ka qep me një fije tjetër, po jo komplet jorgamin, po jo komplet. Jorganin kam gjetë qull, më ka thënë mos shit shtëpinë dhe mos më hajden në varrim. Borimi di mirë gjitha këto, tani është 85 vjeç, e kemi marrë këtu në Itali, thot, për njerëzillik dhe nga turpi i dynjas. Unë i jap të haj, thot, e laj, e shplaj dhe i rin kokë për hir të burrit. Që mos më hyj gjuna, nuk i flas me gojë, se nuk e shoh dot me sy, me të gjitha zezat që na ka bërë. Hajde inshallah 85 vjeç kjo duroni edhe 20 vjet inshallah, dhe sa ka për trukë e shkreta. Kur keni duru 85 vjeç duroni edhe këto vite inshallah që i kanë ngel vjerës, inshallah bëni se bëp që vjera të reflektojë, të pendohet, të pastrohet. Unoni mos më majti notet inshallah. Hajde inshallah, çka ka kalu ka kalu. E rëndësishme tani pyetjen unë nuk e kuptova mirë. Ha? Magjia ka ikë më tani, ka ikë ajo, ka kalu. Tani këtë vjera ka ngel tek, filli katë këta e kanë morë në Itali me vete, se pas kanë hikë këto. Kur kanë pa që vjera ishte jorgan qepse e jestik shkepse, kanë hikë këto nga shtëpia. Jo po vjera tani kanë ngel vetëm, e kanë morë në Itali.
pyetje e cila është shumë mirë keni bërë që e keni marrë në Itali, Allahu e falt, Allahu e zoft, foleni se inshallah pendohet, mirë për shpirtin e saj dhe mirë për ju. Gjatë abdesit a duhet t'i bim mes kokës 3 herë apo vetëm 1 herë dhe veshët sa herë? 1 herë, mesi mbi kokë, vetëm 1 herë, edhe veshët 1 herë. Ky është mendimi më i saktë sepse Shafiit e kanë 3 herë faktikisht, po ajo është më saktë është 1 herë. Kur një njeri bën padrejti dikujt tjetër dhe ai e mallkon atë që i ka bërë padrejti, por ai këtij sensi ka bërë, e ky që mallkon është mundshëm mallkimi t'i kthehet atij që e mallkoi atë që inshallah. Pra, thot dikush ka mallkuar dikë, po pa e merituar. Feja thot, kush mallkon dikë që nuk e meriton, mallkimi i kthehet atij që mallkon. Pra nëse dikush mallkon dikë, po ky njeriu nuk është se i ka hyrë në hak, ose nuk është se i ka bërë padrejti, ose nuk është se, atëherë mallkimi që ti lëshon për dikë dhe ai faktikisht nuk është meritori i këtij mallkimi, mallkimi i kthehet personit që mallkon për herë të parë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë, kur një njeri mallkon, mallkimi i tij shkon drejt në qiell. Nëse nuk është i saktë, mallkimi i bllokohet rruga. Thotë shkon djathtas, i bllokohet rruga. Niset për majtas, i bllokohet rruga, i kthehet te Zoti në kokë. Allahu na ruaj. Për këtë arsye dietarët e numrojnë mallkimin nga gjunahet e mëdha. Prej gjunaheve të mëdha, me mallku është gjunah i madh. Pse? Sepse ti rrezikon shumë. Kur është në merit, s'ka problem. Ama kur është pa merit, të kthehet ty mallkimi, Zoti na ruaj. O gjeneruar, lejo ti përmendet bashkëshorte zbuka e gojës, edhe pse unë jam gjithë kohës pas fëmijëve duke i çuar në shkollë, duke i marrë dhe duke i shoqëruar në aktivitetet e tyre. Jo, vallai, nuk lejohet. Është shumë e ulët. Është mungesë dinjiteti, mungesë burrnie. Nuk është normale. Po me pas për të fillu me numru gruaja punët e veta që bën, s'është normale kjo gjëja. Jeta bashkëtorë është një jetë e cila ka, si me thënë, në ndërlidhjen e saj raport sinqeriteti, raport mirëkuptimi, raport përplotësues. Unë se kuptoj vallaj bilaj për Zotin e madh, vallaj bilaj Zotin a fal, po unë vallaj nuk e kuptoj që një mashkull i thot po të maj me bukë. A i thuhet grus po të maj me bukë? Po vallaj bilaj ti vetëm në rangun nuk e di se s'tu me fal keq vallaj po. S'futesh më në rangun e njerëzve për Zotin. Po të maj me bukë. Subhanallah. A flet njeriu normal në këtë gjuhë, vallaj, billaj, një njeri normal, pasha Zotin e madh me kufinin minimal të funksionimit të logjikës dhe të arsyes nuk flet në këtë gjuhë për Zotin. Po i Zotit i ku janë rrit, e nga kanë ardhur, edhe i duket se me që po sjell, si më thon, po man shtëpinë, le themi, apo po ushqin, i duket sikur ky çfarë është duke bëu me i fjalë, sikur po shiron botën. Është si qoftë duke bë xahil o ignorant. E duke bë detyrën që të takon burrit, minimalja që mund të bëj burri është të siguroj për familjen e tij strehimin, ushqimin, minimalja që mund të bëj burri. Këtu është pragu i burrnisë. Pastaj fillojnë të tjerat lart. Hajde inshallah. Çoja këtë videon time se inshallah i vin mend. Në lidhje me namazin sabahut, sepse unë e fal
namazin sa dëgjoj ezanin, çohem marr abdes, vishëm dhe falem, por djali më thotë që duhet presim 15 minuta nga ezani dhe pastaj të fal sabahun. Nëse unë e fal direkt. Nëse bëhet fjalë për ezanin e xhamiave, tani në këtë kohë lejohet që të falet direkt mas ezanit. Pse? Sepse ezani i xhamiave në këtë kohë thirret 1 orë para lindjes diellit. Dhe 1 orë para lindjes diellit ka hyrë koha e sabahut me ixhma. Pra nuk ka pikë dyshimi që sabahu ka hyrë ka gjysore. Kështu që nëse flitet për këtë kohë, nëse flitet për në Ramazan, ngjo çunin. Nëse është jashtë Ramazanit, ngjo muezinin, i në rregull. Si funksionon kur bëjmë nikahun, por prindrit e djalit nuk janë besimtarë, ndërsa prindrit e vajzës janë besimtarë. E rëndësishme le të vinë aty të gjithë, nuk ka problem. Si janë. Inshallah, me rastin e bërjes së nikahut, udhëzohen, ftjellohen, orientohen, ju çelet zemra inshallah dhe përparojnë në fenë e Zotit. Kam pas raste unë që kam pas të njerëz që kur kemi bërë nikah s'kam pas lidhje fare, hiç. Nga ato që vinë me kapele me barret. Edhe unë ngacmoj ka herë, them unë, dhe tani do të jap kështu gjatë fjalimit, dhe tani do të jap disa porosi që janë dhënë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para 15 shekush, ato tu hap si kështu. 15 shekush, po sa mrapa janë këto. Por japun ato porosit. Op zemra. Njoni për këtyre që hapi sy kështu kur thashun para 15 shekush, ai ngeli kështu, kapele nga ato kapele kështu. Kur i dashun ato porosit, i pashun atë i fshiu lotët kështu. Vallahi bilaj për Zotin. Sepse fjalët e profetit alayhis salam nuk janë fjalë që buronin prej tij. Fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin fjalë që buronin nga Zoti i gjithësisë, alhamdulillah. Kështu që këta duhet të vinë, le të vinë, nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe nga krahu i gocës po të ishin le të vinë, edhe nga krahu i çunit nëse janë le të vinë, sepse inshallah ju bën dobi. Inshallah ju bën dobi. Ndërsa për vlefshmërinë e nikahut, nikahu është i vlefshëm. Se s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Atë zën mallkimi i babait nëse nuk i kemi bërë padrejsi, mirë po babai është ai i cili gjithmonë bën sherrë në shtëpi, zinjet me mamin dhe i thot gjithmonë gjërat pa drejta dhe budalliqe. Ka 40 vjet që e kundërshtojmë. Dhe neve fëmijëve thot, ai neve na thot mos e bofshi pikën e hajrit. Ju qeshni, kur thot baba në këtë rast mos e bofshi pikën e hajrit, unë, mirë bab, mirë Allahu të fal. Nuk të zën mallkimi i këtij babe. Zoti e falt, Zoti u zoft, po i kësaj kategorie baballarësh është kategori që nuk të zën mallkimi i tyne. Nuk të zën. Allahu ju zoft, Allahu i fal. Pra në ca njerëz çuditshëm, bëjnë gabimin, bëjnë fajin, sillen keq, në fund fare të fut dhe i mallkim. Thot mos e bosh pikën e ajrit. Ej Zoti. Këto s'ka kush e arreston për Zotin. Vallahi bilaj, këto nuk ka kush e arreston, vallahi bilaj, për Zotin. Ja, këtë lloj babe për shembull unë për qef e kisha lënë 3 muaj në burg. Thjesht më u ftjellu. Kur them në burg e kisha izoluar, me kuptimin e kisha lënë maldajtit, trujt e dhit, atje ose delet, ose e çojsha për peshkim. Gjujt e peshkja 3 muaj, po nuk e lesha shtëpia 3 muaj. Minimalja. Edhe bë zullum, edhe bën padrejtësi, edhe ju në hak gruas e fëmijët thotë mos e bofshi pikën e ajrit. Elhamdulillah. A është keq kur kthen filxhan në shtëpi për t'i pa se kam vjerën frymaxhie? Dhe kur vin ndonjëherë njerëz duan kafe, edhe e kthejnë filxhanin. Kjo vjera jote nuk është frymaxhie, po vjera jote është fallxhore-xhie. Jo llaxore, po fallxhore. Frymaxhie. Në momentin që frymaxhia
apo frymazhiu kthen filxhanin, do të thotë se s'ka më lidhje me frymarrjen normale, po ka lidhje me frymarrjen e shejtanëve dhe xhinëve. Ose është nona. Ka nga këto që shohin filxhan që janë të lindur për këtë punë, s'ka lidhje fare me asgjë, thjesht ta kënon. Se e ke njonin fis me A, më del këtu, më thujti muna një që se ka një me A në fis. Pas ke pas vizitor këto kohët e funit, po normalisht çdo shtëpi ka vizitor, kohët e funit dhe kohët e para funit. Ka nga këto filxhanaxhint që janë ustallar të nenit mashtrim. Dhe ka për atyre që janë kështu fallxhor tamam, do të thotë që e kanë marrë me zanot këtë punë. E kanë të mësuar me xhinë, me shejtanin, me drejqin. Pra kjo që ndodh është keq dhe thuj vjerës kemi pyet hoxhën, tregoja videon, thuj vallaj hoxha ka thonë që kjo është gjinof i madh. Pejgamberi alayhis ka thonë ku shkon tek një fallxhor, për kuriozitet, për qejf, ma kthej herë filxhon, kot për qejf, çfarë do të thotë për mua, për gallat. Vetëm pse e thu këtë fjalë për gallat, për qejf, për kuriozitet, 40 ditë s'pranohet namazi. Po me i besu, del nga Islami. Po ai që është aktori i kësaj pune, ai që është personazhi kryesor i filmit, pra nëse unë si xahil dhe ignorant i beso kam ti xahil i dal nga feja, po ky që ka këtë punë, ky është i dal sot në rrugë, kështu që thuj vjerës penohu para se me të ardhë vdekja, se pa le kokrën e nomit në botën tjetër. Gjatë këtij viti bashkëshorti im ka ndëruar jetë, Allahu mëshiroft. Unë kam rrobat e tij në shtëpi dhe shumë më thonë se duhet i kishe heq para të 40-ave. Disa të tjerë më thonë hiqi para se të mbushi vitin. Po unë kam shumë të vështirë që t'i heq ato dhe dua t'i mbaj. Dhe për më tepër nuk di dhe se ku t'i çoj. Çfarë të bëj? Rrobat e të vdekurit është mirë që të lahen, pastrohen dhe të jepen si sadaka për shpirtin e të vdekurit. Kjo është më e mira. Ndërsa historia duhet i kishte thonë para 40 ditësh, apo historia që duhet të heqësh para ai viti, s'ka lidhje me fenë islame. S'ka lidhje me fenë, me besimin. Është ai seksioni i marrë që kemi hapur ne prej vitesh që quhet larg budallëve ose stresit zero. S'ka lidhje me ditë as me vit. Puna është me që po i mban aty kot, më mirë i për sadaka. Po mirë duhet i marr për kujtim, për shemb ca rroba, s'ka si problem fetarisht. Me i marr ca rroba për kujtim, s'ka problem. Fetarisht lejohet. Ç'është? Po? A lejohet me ban blemje të dyqanet që e bëjnë urje për Black Friday. Janë këto festat për shembull, edhe ka ulje me rastin e këtyre festave. A lejohet që me shfrytëzuar rastin me ble gjona në interes? Lejohet, nuk ka problem. Ti nuk është se po e feston me këtë lloj gjëje, thjesht po bën shfrytëzim rasti. Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Lexova sot diçka dhe më mbeti në mendje. Hajde, të shohim. Çfarë ka mbet në mendje ty? Lexova që janë një kategori grash që Allahu i urren dhe një prej tyre është dhe gruaja që viziton varrezat. A ma shpjegon këtë? Jo, ti në rregull je që të pas ka ngel në mend, po kjo është diçka që ka qenë dhe është abroguar. Ka qenë si rregull dhe si ligj. Pse? Nga që nuk përmbaheshin. Nuk përmbaheshin edhe u tha kjo gjëja. E kur e morën edukatën në lidhje me vizitën në varreza dhe nuk kishte më probleme, i lejoi pejgamberi sa sem burrat edhe gratë të vizitojnë varrezat. Kam humbur kë? Kë ke humbur sot? Babën?
Vllajin. Po. Allahu më shërof dhe qof për banorëve të xhenetit. Allahu e forcoft në pyetjet e varrit dhe qoft varri për të kopësht për kopshteve të xhenetit. Me dua o motër, me dua. Në çdo namaz lutur për të, çau fal namaz natë për të, ip sadaka për shpirtin e tij. Lutu Allahu xhelaluhu që Zoti më ta forcojë e t'ia kthej atij varrin në një kopësht xheneti. Nuk ka më mirë se sa me u lut i gjalli për njeriu i cili ka ndruar jetë. Nuk ka gjë më të mirë. Vallahi billahi pasha Zotin më duaja i bën dobi shumë të vdekurit. Vallahi billahi për Zotin. Për këtë arsye pejgamberi sa më thoshte kur e varrosnin dikë, thoshte tani bëjini dua Allahut për vllajin tuaj se ai po pyetet. Kështu që ne faktikisht kur na ndodh një fatkeqësi e tillë, është mirë më bëj sa më shumë dua. Edhe për ne është mirë, sa është një lloj shkarkimi shpirtënor, po edhe për njeriu që ka ndruar jetë është mirë sepse atij i shkon lutja jon dhe duaja jon. Çfarë thot? Po pra, qysh sonte me bë këtë punë. Qysh sonte, në çdo namaz natë sonte, ai ka nevojë për lutjet tona, me fjalë për lutjet tuaja, sidomos ju jeni familjarë. Mos e harroni nga duat dhe nga lutjet. Si më lut, o Allah Zot, i jipi atij sukses në pyetjet e varrit, o Allah Zot, bëj atij varrin kopsht të xhenetit, o Zot, mos a bë varrin e tij grop për gropave të xhenemit. Për këto 3 lutje me i bë. Jam një nën e fëmijëve të vegjël dhe unë ju bëj bukë shtëpie, merre me brumra dhe me pak fjalë gatuaj, por këtë të shtunë dal dhe shes përballë kishës. A ban më shit produktin me që unë jam muslimane, a bëj gjuna? Nuk bën gjuna, nuk ka asnjë lloj problemi. Asnjë lloj problemi nuk ka. Fetarisht lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Kam pronare në Itali që ndihmon shumë të varfrit, përveç se me lek ajo çdo muaj përgatit panine edhe për ato të rrugës që s'kan, për musliman, katolik, çdo feje paçin. A bëj dhe unë gabim që përgatis bashkë me të? Po mirë, po një herë nuk kishte për të blerë bukën dhe e bleva unë bukët dhe nuk ja mora lekët. Mirë, po ajo i shpërndan në emër të kishës. Kurse unë i shpërndaj për vete. Nuk ka asnjë lloj problemi. Sadaka është ajo. Pejgamberi alayhis salam ka thënë fi kulli kebidin ratbin sadaka. Për çdo gjë që ka shpirt dhe ti jep të shkruaj sadaka te Zoti. Kështu që s'ka gjë inshallah, nuk ka asnjë lloj problemi. Zoti ta shpërbleft ty e Zoti e udhëzoft atë për këtë të mirë që bën. A ka efekt duaja jon në faljen e prindërve tan? Po inshallah, me shpresë Zotit, po ka efekt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë: "Idha mata ibn Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Nëse vdes njeriu, i ndërpritet çdo gjë përveç 3 gjërave. Dhe një nga këto 3 gjëra kush është? Waladun salihun yad'u lahu. Fëmia i mirë që lutet për prindin e vet. Pra fëmia i mirë, nëse lutet për prindin, i bën dobi, nuk ka dyshim. Ora të vdekurit i bën dobi edhe i lutje që njeriu që s'ka lidhje me të i bën dobi. E jo më lutja e fëmisë që ka mrena çfarë dhimbsunin. Kështu që nuk ka dyshim që i bën dobi, nuk ka dyshim. Për këtë arsye, thoshin të moçmit, nëse e gjen veten tate në një moment shumë të përkushtuar ndaj Zotit dhe zemra jote është zbut dhe e ndjen veten që je shumë, si më thon, si ta them unë, shumë mirë, shfrytëzoje rastin për të lutur për prindërit e tuaj. Nëse kanë ndruar jetë, është moment për të shfrytëzuar. Kur është ndikimi i duas që në çastin e kryerjes së saj apo në ditën e gjykimit? Pra thot prindi, përfiton prej meje nëse lutem për të qysh sot në varr
apo thjesht do të përfitoj ditën e Kiametit. Jo, në moment, në varr, aty. S'ka dyshim. Qysh aty fillon përfitimi? Madje ka një hadith të saktë që pejgamberi sa ka thënë, kur fëmia lutet për prindin e vet, ka përmend fëmin. Për çdo njeri vlen kjo, po sidomos për fëmin. Allahu xhalla xhelaluhu e liron të vdekmin nga dënimi dhe o ja lehtëson, o e fal dhe e lartëson. Dhe ai e pyet Allahun. I thotë Allah, nga më erdhi kjo e mirë, se ky s'bën vepra më, apo jo? Ky tani mendon se mosh ndonjë diçka e mirë u aktivizu në dynja. Thotë Zot, po këtë, si më thonë, nga doli kjo e mira që u lirova ose u ngrita. Qale dhalike bistighfari waladika lek. Tha kjo erdhi si pasojë e asaj që fëmia jot po lutet për ty. A njoftohet i vdekuri për këtë gjë? Po, s'ka dyshim që i vjen çdo e mirë, gjojni këtë. Çdo e mirë që bëhet për shpirtin e një të vdekuri, atij i shkon sinjali se prej kujt e ka këtë të mirë. S'ka dyshim. E kam përmendur në hutbën e xumas ose në një mësim tjetër. Tregon njëri për dietarëve, thotë isha në rresht për të paguajt kurbanin e haxhit, sepse atje kurbani i haxhit ka edhe kështu kioska që ti shkon pagun. Edhe personi thot, si ta shkruaj këtu? Thot shkruaj aty Imam Nevoviu. Imam Nevoviu ka 8 shekuj që ka vdek. Pse ishte dikush duke bë umre për të? Haxh për të. Ka pas raste që tregon njëri prej profesorëve ton, thot, kemi gjetë kështu si quhen këto fatura. Thot kemi gjetë fatura që shkruhet aty Imam Malik, Imam Shafii. Kemi gjetë thot fatura që disa fatura Haxhi Ibn Baz. Ibn Baz ka vdek. Ibn Uthaymin ka vdek me kohë. Pra me kuptimin ka kohë që ka vdek. Pra njerëz që bëjnë adhurime për shpirtin e njerëzve të tjerë dhe s'ka dyshim që i shkon atij sevapi dhe i shkon sinjali qysh në këtë kohë. Jo vetëm në botën tjetër. Pra i thot Allahu xhalla xhelalu të vdekmit, këtë e ke prej filanit. Për këtë arsye unë them nganjëherë kur flas nëpër fjalime kur ka xhenazë, çfarë them? Dhe Islami na ka mundësuar një metodë që mos të humbim lidhje me të vdekurit tanë. Lutja, duaja, istighfari, veprat e mira, sadakaja që i bëjmë për shpirtin e dikujt, atij i shkon sinjali që këtë e ke prej filanit, pa kemi mundësi me pas lidhen, edhe këtë mundësi vëlla nuk ta jep vetëm se Islami, elhamdulillah. Që ti të kesh lidhjen me të vdekurin tat. Elhamdulillah, mirësia e madhe vallahi, elaj për Zotin. Nëse na kalon namazi kaza, duhet falim fillim atë që ka hyrë apo atë që është kaza? Faktikisht kjo është një pyetje që unë s'kam qejf hiç. Prej pyetjeve që unë nuk i kam qejf hiç është kjo pyetje. Që thotë, nëse na ka kaluar namazi, këtë falim përpara. Të mundohemi në maksimum që mos na kalojë asnjë namaz në kaza. Kaza do thotë jashtë kohe. Nëse atëherë fillohet me namazin sipas renditjes. Pra nëse mu për shembull ka ik dreka dhe ka hyrë vakti i ikindis, fali herë drekën, pastaj ikindin. Renditja e namazeve ka disa që thonë është kusht dhe ka disa të tjerë që thonë është vajib. Kështu që duhet të renditen namazet. Jam mësuese, shpesh vjem në vështirësi nga kolegët ose kolegët. Ata, pra ose ato, u mbledhin fëmijëve para për veshje popullore kur ka festa. Parat u mbledhin të dyja mësueset e klasave, por në fakt nuk janë porositur 2 komplete, porositet vetëm 1. Parat për veshjet e pamarra me qera futen në xhepin e tyre. A konsiderohet kjo vjedhje? Unë faktikisht kam pas frikë ta raportoj në drejtori këtë situatë. Dhe unë ato lekët u kthej fëmijëve në ëmbëlsira dhe në dhurata. Pra nuk fus në xhepin tim diçka që është haram. Nuk ka dyshim se ky veprim që bëjnë edukatorët e fëmijëve është vjedhje
ose hajni, nuk ka dyshim. Prandaj unë them, kur këtyne ju jepet mundësia me vjedh lekët e i feste, me mend kjo zysh aty ishte ministër arsimi, ministër shëndetësie, ministër energjetikës, ministër e ekonomisë, çfarë do të bëjë kjo zysha? Kjo do ta bëjë gjithë popullin shqiptar me kostume. Do të priste për gjithë popullin kostume kjo zysha. Të stfalin më vëlla. Të stfalin më vëlla, dhe qahen pastaj. Pse ndodh kështu, pse ndodh kështu? Këta janë fëmijët e këtyne. Nuk na kanë ardhur nga Marsi, jo, vallahi billah, as nga Jupiteri. Si tha lirinë e gjeta në mesin tuaj. Kjo është liria në mesin tuaj. Liria në mesin tuaj, ku të jepet mundësia me të gropos, Edhe ati është ministër, jepet mundësia me të gropos, se ky është modeli, ky është raca, ky është lloji. Qysh nga 44 se s'kanë qenë ato më të mirë se sa këto, e deri më sot e njëjta histori, vetëm se përsëritet me kallupa të ndryshëm. E njëjta histori. Pse se është në gjenezë ky muhabet. Ai rasti tjetër që ishte pyetja, mani mend pyetjen e 100 euroshit, firmës, ja fuste firmës ai për 100 euro. Po sa raste ka kështu? Këtu doli mësuesi, aty maton del tjetri, edhe themi ne ç'na ka gjet. Ç'na ka gjet pra sa është fut tenja shtyllë kurrizore. E si pasojë çdo brez që vjen i tenjosur. Subhanallah. Për çfarë bëhet fjalë? Ndoshta bëhet fjalë për 100.000 lekë për shembull, ose bëhet fjalë për 50.000 lekë, ose ndoshta bëhet fjalë për 10.000 lekë. Kupton ti më bë piskot? A prishet abdesi kur ngjisim thoj fallco vetëm për 2 ose 3 orë? Ngjitja e thojve fallco nuk e prish abdesin. Nuk lejohet me Islam, ama abdesi nuk e prish. Abdesi është i saktë. Jo 2-3 orë, po maj gjithë ditën po deshe. Po se prish abdesin, abdesi është në rregull. Po se prish e vetë me diçka tjetër, vendosja e thonjve nuk e prish abdesin. Nëse të shtin dikush dhe janë shumë njerëz prezent dhe thonë shëndet, se e vërtet ishte kjo që po thonin, ta janë njisha, ta janë njishat. Ose thot, kur të kryet njëri nga veshët, do të thot se do të bjerë i shi. Po kur të kryen të dy, do të bjerë i kërcun nga qielli, bjerë i breshën, se me një shi. Po kur të kryen të dy, breshën. Ose thonë mos e lër çantën në tokë sepse nuk mos e lër çantën në tokë sepse nuk vin. Thoj. Kush nuk vjen? Nuk vjen leku. Mos e lër çantën në tokë se nuk vjen leku. Ja më s'ka lidhje fare hiç. Pa ato që s'kan çanta fare për shembull, si ja bëjnë? S'ka lidhje. Unazat burdhe gruaja nuk bën, thot me i heq se ngjall zënga në çift. E prall, s'ka lidhje fare, ja. S'ka lidhje fare hiç, nuk ka lidhje fare. Kur del nga shtëpia për fejesën tënde ose martesën tënde, nuk bën të kthehesh përsëri në shtëpi. Po nëse ka harruar celularin. Me të shkoj gjithë dita pa celular në xhep, se s'bën më kthy me e morë mrapsh. Ose ndasëm. Arrit do të dhondri pa celular ose nusja pa celular. Zoti më, alhamdulillah.
A lejohet me fal namaz? A lejohet me fal namaz me çatu dova cedin po dhe loj kështu po sun po them mirë me tekst të sakt kur po lexoj dhe po habit na po me doj mos me hyn gjyna kur po lexoj se sun po thom mirë fjalë. E rëndësishme, me çka kuptojmë për pyetjes, se që ka dialektore, nuk i thot mirë dua të lutin, nuk e thot tekstin mirë etj. Apo s'ka bërë namin tani një video që thoshte një hoxh i arabisë që thoshte Fatihaja, po nuk u lexu kështu. I fiku zgjidh, pa namaz zgjidh. Kjo nuk vlen për axhemt. Axhem, çfarë do thot axhem? Për mosfolësit arabishtës. Së është ndryshe kur popujt perëndimor evropian futen në islam edhe i knojnë gjonat ashtu siç i knojnë ata, është ndryshe nga një popull arab i cili është rritur me dëgjuar etj. Normalisht që njeriu duhet të ketë kujdes në El Fatihan, duhet të ketë kujdes në dhikret, duhet të ketë kujdes në ato, le të themi, formulat bazike. Pastaj ka tolerancë, derisa ti mësoj, derisa ti përvetësoj e kështu me radhë. Pra, falu, edhe pse nuk i thu gjonat mirë, namazi duhet fal, se inshallah dal nga dal me kalimin e kohës, kapen gjërat avash avash. Por mu më bjen keq që të gjej një besimtar i cili ka 5 vjet e lartë që fal namaz dhe akoma nuk din të dalloj han nga khaja nga haja. Kemi ha, ha, kha. Akoma nuk dallon sinin nga sadin, nuk dallon tan nga taja, dhan nga dhaja, hemzen nga ajni. Ky është problem. Se kur dikush është në fillimet e islamit, nuk ka dyshim që ka tolerancë, ka dyshim, nuk ka se problem. Po sa vjet keti që fal namaz 20 vjet, po si e lexon El Fatihan në latinisht akoma? Këtu s'ka arsye vallaj. Këtu nuk ka arsye mo. Këtu nuk ka mo arsye tim. Ja. Është dikush në fillesat e islamit, sa po ka fillu, është në vitet e para, nuk ka asnjë lloj problemi. Sa të i përvetsoj, sa ta dëgjoj, dëgjon etj. Po që ta lexosh për 20 vitesh El Fatihan në latinisht, edhe duket normale, nuk është normale. A ka ndonjë ndalesë thot për lojën me letra, për dominot dhe për shahun? Nëse bëhet me para, është haram. Nëse bëhet me pagesë, kush shumë merr lekët e tjetrit, kush fiton merr lekët e tjetrit, kjo është haram. Iku e para. E dyta, nëse gjatë lojës ka të shame, që në përgjithësi, prap loja bëhet haram. Sa u bon? 2. Nëse ndodh që për shkak të lojës të humbet një obligim, prap bëhet haram. Për shembull, tu lut, hyni namazi, doli, këta janë të marrë me lojën. Bëhet haram. Po nëse nuk është asnjë nga këto, po thjesht luajnë për qejf, qoftë me letra, qoftë domino apo dominoja, se tash dominoja apo shahu. Nuk ka gjë, vetëm se kujdes me kohën. Por kanë thënë në lojën e shahut, duhet që lojtarët mos të kenë figura. Pra, mbreti, mbretëresha, kali, e ku dëgjon ushtarët, të kenë simbolistika të tjera, mos të kenë simbolistika të figurës, sepse dihet pastaj që ka ndalesë për këtë gjë. Nuk e di, thota, e keni parë dhe ju lajmin e fundit. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Ka ndodhur një arrestim apo? A kanë? S'ka. Nuk e di, thota, e keni parë lajmin e fundit, thot, për tharjen e lumit të Eufrat.
Amër mos e na shkoj gjakun fund kamve tash çka kanë. Disa po thot se është faq dhe një mal prej ari, se po nxjerrin copë za ari. Po mos e vrit mendjen, po stresi në ngrirje, se ai muhabeti i malit të arit në lumën e Ufrat nuk kanë ndodhur akoma. Po jo për shkak të njerëzve po nxjerrin copë za ari, po lejmë të nxjerrin njerëz. Herë nuk e dim çfarë burimi lajmi janë. Ai bë aia apo ija, ai bën aia apo i bën ija. Kështu që i Zotit din, po ai lajmi profetik është i sakt, po ka brenda 10 ca gjëra të tjera. Kështu që po të ishte kjo e sakt, do të kishin 90 ca gjëra të tjera. Kështu që stresi në ngrirje, pastaj ti je në Shqipëni, po duhet ty doli marrja apo të s'doli ti. Ti shif këtu, hallin tat, sikletin tat. Ky është problemi i informacionit sot. Informacion pafund që as të hyn dobi, as të hyn xhep, as bën as lloj dobie, po thjesht bëhen njerëzit me zemër kot. E pe kishte fillu shkretira me u bo gjelbër, aman, se ma plasë, më bot me diabet, ma shpifët diabetin, për Zotin. Për çfarë duhet ty me shkretira u bo gjelbër. Hadithi thot, kur të kthehet edhe njëherë shkretëtira, kopshte dhe lumenj. Po sa herë bie shi, shkretira bëhet e gjelbër, bie i bari i shil. I Zotin, alhamdulillah. Ja, di çfarë është, janë ca që janë mërzit nga jeta, ju ka ardhur më të hunës për jetës. E kur ndodhin këto mali Florinit, shkretira të dhash i qërë. Hajt më të na mori të gjithëve, se s'po shtyhet. Na fshi të gjithëve. Edhe këto, edhe ne s'ka gare, po ti mori edhe këto tjerët. Ti grinj të gjithë. E kemi të zhvilluar shumë si popull këtë dëshirën. A ne asnjëni e kemi shumë të zhvilluar këtë pjesë. Gjithë, s'ka gale. Se po vjen. Zotri Ahmet thot, si jeni? Mirë, alhamdulillah. Desha të bëja një pyetje, thot, a është e vërtet se kur fillon t'i dali shpirti njeriu kur po vdes, nëse vërtet dikush aty afër, i kthehet shpirti dhe jeton edhe ca kohë. Po kështu i kishim majt vdekmit, vdekmit gjallë kështu. Sa tu i dal shpirti bërtiste një, u kthete i javë. Sa tu i dal shpirti bërtiste i tjetër, me ato përland aty, ding, ajop. Është problem kur shihni filma, si që në këta filma? Horror. Mos shihni shumë filma të tillë, sepse ju dëmtojnë. Po faktikisht kjo gjë nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Edhe unë e kam një këtë gjë, vetëm ky që ka bërë pyetjen, po edhe unë e kam një këtë gjë, kemi pastimi fjalë që mos bërtit se i kthehet shpirt, po mirë le të kthehet shpirti, alhamdulillah. U gjet zgjidhja. A është e vërtet se kur ka mbi banak, duhet të mbulohen në akşam se zbresin smundjen. A ka hadith? Po ka hadith që para se me flet gjumë njerëzit, është mirë që nëse ka me ushqim, të mbulohen. Nëse s'kan me çfarë t'i mbulojnë, thot hadithi, thot vendos qoftë edhe një shkop sipër me bismillah. Një gjethe sipër me bismillah. Pra mos e lër hapt, sepse në një natë të vitit zbret një smundje që bie në çdo gjë që është e hapur, dhe hadithi është i saktë. A është e vërtet që duhet bërë bismillah kur hedh ujë të nxehtë në lavaman sa aty ka xhind? Ç'bën xhindi në lavaman? Hiç mos bëj bismillah fare, përvëloj. Përvëloj xhind, nëse ka xhind në lavamani, përvëloj pa bismillah hiç. Ç'bën xhindi në shpitate? Xhini nuk duhet rinë shtëpit njerëzve. Kështu që nëse ke ujë të nxehtë, jetë ke lavamani shkatroj. Kjo puna e historisë ujit të nxehtë është kur hedh një ujë jashtë. Po jo vetëm ujë të nxehtë, po çdo lloj gjëje që ti e hedh jashtë hidhe me bismillah. Se s'dihet ç'a popull shka aty drejti. Amo në shtëpitë tate përveloj.
Ta ke parasysh këta ty që duan të bëjnë gjëra të çik shumë mistike këto gjërat e habitshme. Kemi dëgjuar që për namazin e drekës duhet falet 2 sunet, 4 farz, 2 sunet. Mirë, po ne gjatë gjithë kohës i kemi falur 4 sunet, 4 farz, 2 sunet. Si të veprojmë tashi? Siç ke bërë më përpara. Është e vërtet që namazi i drekës mund të falet 2 sunet, 4 farz, 2 sunet mund të falet, po më e mira është falet 4 sunet, 4 farz, 2 sunet ose 4 sunet mrapa. Kur i bashkojmë namazet, a mjafton vetëm një ikamet apo duhet ikamet për të dyja namazet? Mund bëhet një ikamet për të dyja, po më e saktë dhe më e mirë është me u bë ikamet për çdo namaz. Çfarë thot? Pa është në udhëtim e shpirt. Mund tjetë në udhëtim. Ka shku në Valbon. Mund tjetë në Valbon. Ka shku me shiju dimrin. Babajnë e kam të krishterë, ndërsa nënën muslimane. Unë kam vendosur të ndjek fenë islame, kam agjuar 2 vitet më parë dhe këtë vit vendosa të filloj të fal namazin, të lexoj Kur'an, por i bëj të gjitha shqip për momentin. S'ka gjë inshallah, vetëm falu, në rregull je. Avash fillon duke i konvertuar në origjinal. Po për momentin je mirë, falu shqip nuk ka problem. Derisa ti mësosh avash, nuk ka problem. Kam dëgjuar duke thënë se nëse merr gusl dhe abdes, pastaj i drejtohesh drejt për drejt të Madhit Zot, i qofshim fal me një pyetje dhe hap Kur'anin, pasi të bësh pyetjen drejtuar të Madhit Zot, do të gjesh përgjigjen aty ku do të hapësh Kur'anin. Një vëlla musliman më ka thënë që kur i ka treguar një hoxh dhe ka vepruar kështu, ka gjetur përgjigjen gjithmonë aty ku ka hapur Kur'anin. Herën e parë dhe se sytë e tij janë mbushur me lot. Më raft pika o Zoti më. A ka ndonjë argument për këtë gjë? S'ka asnjë lloj argumenti. Na tregoni emrin e këtij hoxhës, ta arrestojmë. Inshallah. Ta denoncojmë, ta arrestojmë. Pra i ka thonë ai shoku këtij që bën pyetjen, nëse ti merr gusl me abdes dhe do me ditë gjë, për shembull si të bëhem miliarder. Në rregull. O Zot, po si të bëhem miliarder? Hap Kur'anin. Tak. Qen aty. Edhe ky shoku, kur ka pasi pyetje dhe ka bërë kështu, edhe e gjeti sa e hapi, ju mushën syt me lat. Aman. Kështu që larg mashtruesve, s'po them budallëve, sepse ky nuk është budallë, është mashtrim. Po njerëzit janë ndërprirur për këto misticizmat. Hape Kur'anin. Bismillah. Tak, ku të bjeri syni? Tak, aty është përgjigja. Domethënë, t'ishte ky muhabet për shembull para 300 vjeç. Hajde për shembull se thu njerëzit s'kan marrë vesh asnjë gjë, s'dishin asnjë gjë, për shembull. Nëse kanë qenë më të mençur sa ne vallaj ato. T'ishte ky muhabet në një kohë që vetëm një person ditë shkrim dhe knim, e të tjerët ngjojshin hajde se hahet si muhabet. Por në një kohë që bota lambda gjithë lexojnë, gjithë din, akoma të ketë kështu muhabetesh, po kësa i thonë me ikë me i futi me boj umre vallaj, për Zotin. Tik truni, me shku me boj umre, me arë Shqipni, më kam, jo kështu me avion. Kur të del sperma dhe lahesh, dhe pastaj prap pasi të lahesh të del prap, a je prap xhunub? Jo, vetëm përderisa je la herën e parë në rregull. Nëse del diçka mbrapa, nuk ka nevojë me përsërit guslin. S'ka nevojë me përsërit guslin. Je në rregull, me herën e parë në rregull.
Kam një shok I cili është kthyer te Allahu. Do të thonë ka vdek. Po pas ka vdek, është kthyer te Allahu. Mashallah, çfarë artikulim shumë interesant. Pra kam një shok thotë që është kthyer te Allahu, nusja vet. Kam një shok, më fal. Kam një shok që është kthyer te Allahu nusja e vet. Dhe ka pyet: a është e fundit nuse që do të takojnë në xhenet? Këtë herë e ke të sigurt. Këtë që ka vdek, këtë e ke në xhep, në xhenet. Këtë e ke të sigurt. Tani a do të jetë kjo e fundit varet se si sillesh ti. Nëse ti martohesh me një tjetër, do të kesh edhe këtë tjetrin inshallah. Nëse ti je mbyll me kaq, atëherë do të kesh vetëm këtë. Prej kësaj bote, se atje është muhabet tjetër pastaj. Po prej kësaj bote do të kesh vetëm këtë. Nëse fillon për shembull burri dhe gruaja si fillim me përkthjelje me puthje, por ende s'kan fillu me krye marrëdhënie seksuale, dhe para se me fillu kryen marrëdhënie seksuale ejakulon, a duhet marrin gusl apo ka tolerancë që të kryet marrëdhënie seksuale pastaj gusl? Po marroni punën një herë. Qitni fundin një herë deri në fund, pastaj bëni gusl, çka kjo punë? I bjerë me ula çdo 15 sekonda. Kështu që ama nëse na bot me zemër, alhamdulillah. Ja, marroni një herë punë deri në fund, pastaj futni gusl fund fare. Mirë, alhamdulillah, pyetje të sinqerta, Allah, populli ka pyetje. Çunat e ri, gocat e reja kanë pyetje. Pse qeshni ju pleq këtu? Respekt për juve hoxh. Faleminderit, respekt dhe për ju. Në dhomën time kam pas një pasqyrë dhe afër pasqyrës I bjen të bëj namaz. Kam dëgjuar që nuk bën përpara pasqyrës. Po nuk bën para pasqyrës e rritu pa veten tate. Kthej çik pasqyrën anash ose vej I perde, vej I gjanë dhe falu. Ky është kuptimi mos u fal para pasqyrës. Ky është kuptimi mos u fal para pasqyrës sepse robi falet për të përqendruar. Nëse ti thu jo, unë falem para pasqyrës, a mos syti majke sejdja, s'bën efekt fare, sa I mund të ketë raftin. Çfarë ti bëj raftit ai? Nxjerrja raftin për jashtë, namazi është I saktë. Namazi është I saktë. A lejohet ruajtja e qelizave staminale për arsye mjekësore në të ardhmen? Lejohet. Mendimi më I saktë, më I drejtë, për cilin nuk ka diskutim, është se lejohet. Përderisa është në shërbim të njeriu dhe ka arrit shkenca të shërbejë njeriu deri në këtë shkallë, lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Kur unë shkova te ca miqtë e mi për vizitë, ata nuk u ngritën në këmbë për të na mirëpritur, sepse ato thoshin nëse ngrihesh për njeriu në këmbë ke thyer rregullat e Zotit, sepse duhet të ngrihesh vetëm për të madhin Zot. Po pse u shkoj te Zoti për vizitë këty që u ngreshin vetëm për Zotin? Hiç na ka gjetë, alhamdulillah. O njerëz, duhet kuptojmë se është e vërtetë që ka një hadith që thotë që kush dëshiron, dëgjoj hadithin, kush dëshiron që t'i rrinë njerëzit në këmbë, të le të përgatisi vendin e tij në zjarr xhenemit. Kush dëshiron t'i rrinë njerëzit, a mund nëse njerëzit çohen vet, s'ka asnjë problemi. Një, e para, e dyta, o njerëz, nëse vjen dikush për vizitë, I shkon dikujt për vizitë, vjen dikush me taku, me islam çohet njeriu në këmbë. Me islam është për islamit më çun këmbë. Pra vjen dikush në shtëpi, unë nuk e kuptoj vallahi bilaj, për Zotin nuk e kuptoj. Pasha Allahun nuk ka asnjë lloj kompjuteri që ma kap, vallahi bilaj. Asnjë lloj celulari, asnjë lloj tableti që ma kap këtë muhabet, vallahi bilaj, për Zotin. Vjen tjetri në shtëpi thot, mirë se erdhët. Erdhët ju, Zoti ju shpërblet. Unë si I keni ne nga shtëpia mirë? Të mos të ja shpjegojsh që nuk është kështu, se s'du të thonë të lartë tjetër, se mund ta ketë dhe për ignorancë, se ke parasysh.
Ignoranca është problem shumë i madh vallaj për Zotin. Kështu që nuk ka lidhje kjo e burr, nuk ka lidhje. Jo po është një ajet kuranor që thotë jo me yaqumun nasu li rabbil alamin. Atë ditë njerëzit çohen në kom për Allahun. Po do të çohesh atë ditë në kom. Është situata e tillë atë ditë që drish në kom dhe të drish mirë bilës. Po nuk ka lidhje kështu me këtë muhabetin që boni ju këtu burri dhe. Ora pejgamberi sa kur vite goca e vet në shtëpi, çoj apo nuk çoj? Apo rritë ul. Mirë se erdhë Fatime, u çojte, kapte, përqafonte e puthte. Kur i vishin mysafirë në shtëpi, për shkak si reagonte pejgamberi sa. I priste ul atje, ato uleshin çup. Po normalisht i priste valla. I përcillte. Subhanallah. Nuk e di për Zotin, nuk e di. Sa kohë kemi? Ka koha e zanit, okej. Atëherë mjaftohemi me kaq inshallah për sot. Zoti na falë, na mëshiroft, e na drejtoft. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Zoti ju shpëlbeft.